Faruk Kalleshi, perëndori i peshkëngritjes shqiptare, kështu shkruhet në postrin e një eventi të jashtëzakonshëm që sapo përfundoi këtu në kryeqytet të Tiranë, dedikuar një meshtri të madh, ikonës së sportit të peshkëngritjes, nderit të kombit Faruk Kalleshi. Ditëlindja 80, një mjeshtri të jashtëzakonshëm që mlodhi figura shumë të mëdha nga e gjithë Shqipëria, por edhe figura politike nga Shqipëria dhe nga rajoni. Urime ditëlindjen Faruk Kalleshi. Ju falenderoj dhe respekt madh për mundin që keni bërë me ardhur në Tiranë, sepse kuptohet është një rrugë goxha nga Shkodra, por nisur nga ajo që unë jam një nga sportistët i vlerësuar me çmimin më të lartë momentalisht, heroi i paqes botërore, është çmimi i parë që futet në sportin shqiptar. Këtë privilegje pat shkodrani ju i Faruk Kalleshi. Ne jem krenar, kam dhanë kontribut të madh për një qytet që ka tradita në të gjitha fushët e në gjitha llojet e sporteve. Megjithatë, i çik i harrum jam nga Shkodra, nuk e them për kritik, po unë nuk kam asnjë vlerësim nga bashkia, ndoshta kanë harruar se kanë menduar që kam marrë tituj të mëdhenj me, po faktikisht nuk kam gjë. Edhe megjithatë unë një detyrim njehem, si më thënë, i pesmatum që nuk kam realizuar Shkodrët, kur kam bërë tentativën për thyrje rekordi botëror, ngela 5 kg më pak, ajo me të pishman, e vetmja gjë që nuk i kam dhënë Shkodrës. Tjerat i kam dhënë gjitha dhe besoj mund të krahasohem me më të mirin sportist shqiptar, edhe bile karriera ime është e jashtëzakonshme, siç e quajnë specialistat. A kupton, ndoshta them është rasti rrallë që një sportist e lën moshën 39 vjeç me 3 medaljari. Unë jetoj në Tiranë, për zemrën e shpirtin e kam Shkodër, sepse atje jam lind, rrit, e tjera. Faruk Kalleshi, sot ishte një ceremoni me të vërtet interesante, shumë vlerësuese, ishin shumë figura, thamë më herët, por mes tyre edhe familja Kalleshi, bashkëshortja juaj Lili, shoqja juaj e jetës e cila, për të cilët e ndat karrierën e filluat edhe në skenën e teatrit Migjeni, për vijuar me cirkun dhe deri sot vazhdon një jetë plot e lumtur, me djalin, me vajzat, me nipat e mesat. Vërteta është që bashkëshortja ka çmime të larta, ajo ka marrë çmim në vitin 1966, laureat republike, është çmimi i vetëm në të gjithë artistët e Shkodrës, bashkë me Tano Banushin dhe Prenjakovën. Po është që nuk e kena evidentu, nuk kena pas mend me u krenaru ose me si tush me ludu, megjithatë qarku i Shkodrës e ka vlerësuar, ka dhënë nderi i qarkut të Shkodrës, është mjeshtër e madhe, është kalorë si urrit flamurit, po ashtu ne një nderim të veçantë ose një shkodrane e fuqishme është edhe vajza jona Lila Kalleshi, që ka shumë trofe ndërkombëtar, shumë vlerësime kombëtare, shumë arritje kombëtare, po e ka në fushën e saj, ne i kene në art e sport në Lilianën. Liliana edhe në gjimnastik ka qenë nën kampione e Spartakias 2 kombëtare, kështu që është. Në fakt në smiri, Faruk, sukseset tuaja, sidomos tuajat me shumë medalje dhe trofe, po i vijon Anila Kalleshi në një sektor tjetër që me të vërtetë është bërë një emër emblem, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin. Jo, është saktë, janë konkrete, janë të dukshme, të prekshme, sepse i ka në atë bufejnë edhe atje tek puna ku punon, për shembull është çudi, janë gjëra jashtëzakonisht mëdha, ne na gëzon, edhe ajo prap ka mundësi, sepse është në atë periudhën që mundet me pas akoma rezultate tjera. I plotësuar me gjithë këto 70 vite në sport dhe në jetën familjare, në jetën shoqërore. Gjithçka, veçanërisht ky i fundit me doli si surprizë, po doli tepër e bukur. Ju e patë edhe vetë, gjithë të sportistat yjet e sportit shqiptar kanë me bën fotografi, doshin gjithë me fol, po u plotësu më mërmendja. Ai Skender Doda, ai drejtori, ai më i madh i organizata IPA e policisë. Organizata IPA, ai ndërtira tha, Faruk është far ujku. Më thënë pas ka kënë ujk Faruk. Faruk, janë shumë... Po i lirë qela. Janë shumë kujtime, janë shumë rezultatet që plotësojnë karrierën tuaj sportive. Ato me pikantët, doja që të mi nënvizoje qoftë ka Vllaznia, nga Partizani dhe Kombëtarja e Shqipërisë. Unë të Vllaznia kam karrierën, kam 18 vjet të Vllaznia dhe kam 3 vjet të Partizani.
te Partizani unë kam i diçka, jo, unë kam i diçka të veçantë që ndoshta se bën kush se kështu me fjalë po shtojnë edhe rezultate, shtojnë edhe tituj më thënë tash. Unë i kam me vull nga Federata Shqiptare e Peshkritës, nga 2 sekretarët e vet, i kam kopcitur ai 116 rekorde dhe 21 vite kampion rrallazi. E kam mbyll me 3 medaljarit, që është rasti rrallë unikal. Nuk ka në i sportist marrë 3 medaljari, ta kaloj kundërshtarin 15 kg, thotë s'bëj më sport. Sepse erdhë mosha, e vërtet është. Pastaj këto fëmijët e mi u angazhuan këtu në Tiranë me fakultetin në Tiranë, me këtu në Tiranë, po dhe këtu u ingranova, kam tregu vlerat e mia se jam edhe si drejtues, trajner i Zotit, sepse nxorra një fetije kase kampion e Evropës, një Romela Beke, rekordmen e Evropës, botet. Pra, megjithatë kuptohet këtu xhelozia dhe është e madhe, sepse thonë, po ky në Shkodër po, këtu po, çfarë po bën? Mirë, po tash konkretisht jam pushim tash. Ishte shumë kënaqësi pjesëmarrja ime në eventin e 80 vjetorit të lindjes së Faruk Kalleshit me këtë ceremoni madhështore ku ndërruam një çmim ballkanik për paqen me pjesëmarrjen e shumë figurave të cilët njëri më spikator se tjetri, jo vetëm sport, por edhe në politikë. Faruk me vërtet kanë ardhur një pas një suksese nderimit tuaja, një nder i komit, por kjo e sotmja i plotson pothuajse e saktë, shumë e saktë. Kur më kontaktuan këta, shpreha çudin ku e gjetën emrin tim, e kishin gjetë në Google. Është Federata e Paqes. Klubi Ballkanik i Paqes. Është i vetmi klub në Ballkan i Paqes, edhe shpërndan çmime për politikan nivelit lartë, për sportistat nivelit lartë, artistat nivelit lartë, po jo kështu me shumicë. I pari sportist në rangun kombëtar në Shqipëri, jam unë që e marrë këtë çmim. Ka edhe tjerë, unë u shpreh edhe në fjalimin tim, tu ka edhe sportistat tjerë që meritojnë, se janë shumë të mëdhej. Megjithatë, kjo më ra mua sepse karriera ime është i fije më e habitshme, siç më kanë quajtur, domethënë Everesti shqiptar, Maja Himalajës, një shtoksor ka lind në Shkodër, e tjera, janë shumë këto gazetarë, për fat mirë, jo shkodran, po janë nga gjithë Shqipëria. Edhe media shqiptare është blinduar me artikujt, me komentet, me vlerësimet në jush. Në këtë 90 vjetor dukeni shumë aktiv, Faruk. Ju shikojmë në rrjetet sociale edhe me akrobacinë tuaja, sidomos me ato kërcimet në plazh. Unë për shembull sot kështu do kishe kënaqësi që këtu në tavolinën kryesore ishte kryetari i bashkisë, që ja kisha bën ftesën. Megjithatë erdhi kryetari i Këshillit Bashkiak, Oltjen Luli, një kampion i rekordmen. Por edhe specialisti, por edhe drejtori i zyrës së sportit Bashkisë Shkodër, Aron Miloti. Aron Miloti me shumë kënaqësi me figura kryetari i Këshillit Bashkiak, Oltjen Luli, një ish kampion i atletikës, dhe Aron Miloti ish. Jemi sinqert me ty, unë pres nga bashkia, nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës, me marrë diçka që më takon. Shpresojmë që dhe kjo intervistë dhe ky event dhe ky mesazh i juaj të shkojë, të përcjell mesazhin e dur, dhe shumë shpejt të mbyllim në Shkodër me një ceremoni të tillë. Kam dëshirë që më takon, nëse kam arritë dhe më takon me e marrë, ta marrë për zgjallit. Masi të vdes unë s'më intereson. Në takim ju uruan të takohemi për 19 vjetor, se jo dhe për 100 vjetor, sepse edhe vetë ana fizike ju është nuk ka problem, unë di. Faruk Kalleshi, ju falenderoj shumë për këto mendimet që dhatë për Verio Sport dhe përcuar gjithçka për atë çfarë u zhvillua sot në respekt tuaj, por edhe për karrierën tuaj sportive, që krahas shiftit Liliana Kalleshi dhe Faruk Kalleshi po e vazhdojnë tashme fëmijët tuaj dhe ndërto duhet arrit theksojmë Anila Kalleshi, është ajo që duket se po i kalon dhe më tepër ato arritjet tuaja. A kënaqësi fëmia me të kaluash kënaqësi, inshallah. Ishim me Faruk Kalleshi, nderin e kombit, sportistin e cilësuar perandori i peshkritjes shqiptare. Respekti Faruk Kalleshi. Faleminderit shumë.